që duhet me mendu. Atë kemi shembull. Mos me qenë vetjak, me na interesu vetëm gjendja jonë personale. Ti për çka të sjelli këtu te shpella? Më thonë degenerimi i shoqërisë. E tash ti këtë do me ndryshu shtrit? Jo. Kemu ngrit, ngjalli ambicjet, Sa'd ibn Mu'adhi në moshën 30 vjeçare e ka pranuar Islamin. Ka jetuar edhe 6 vjet në Islam. Ai ka qenë prej ensarve. Edhe vdes ai, thot pejgamberi, thot është dridh arshi. Çka mrini, domethënë ki sahabi për 6 vjet, çka mrini, me cilën si do të krahasojmë këto? A me qenë ambicios për ahiret, se jemi ambicios për këtë dunja? Zati, besimin qatë ahiret, mu ma në gjallë ambicje. Edhe kjo është një edukim, me thonë, që nesër ka me të ndodhë dhe kësi raste, ta di se Allah s'të haran. Mos e qonë menën se Allahun. E këtu i thatash, Allah po betohet. Pse thu vjen kjo, bota tjetër, ma e mirë se e para. Tash këtu, pse duhet këtë informat në fillim i adon pejgamberit? Edhe kjo neve na intereson. Se shoqëria me kase e mohonin Se puna është shumë e vogël, ndërsa shpërblimi është shumë fish më i madh. Pra Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejtësi askujt për këtë shkak, por mos ishte kjo, po mos ishte ky dallimi, s'kish me ekzistu mizani në ditë kiametit. Motivu, ne kemi Kur'anin, kemi hadithet sot shumë më lehtë me i gjetë të përkthyera edhe me komentime nuk ndikojnë, sikur se ka ndikuar këto fjalë të pakta që i ka thonë pejgamberi sa që e ka përshkruajt një skenë prej skenës së ditës së gjykimit, kur Herakli e pyet Ebu Sufjanin, a dalim prej imanit pas që e kanë pranuar Islamin. Kjo pikërisht asnjëri. Asnjëri, thotë, kështu është imani kur ta prek përzihen ose përzihen me zemrën. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, jemi në fillimin e episodit të radhës të podcastit të Mejlis. Ky është epizodi 11 dhe mysafiri ynë sonte është hoxha i nderuar, magjistër Ali Efendi Shabani, të cilët i shprehim mirëserdhje. Faleminderit. Mirë se vjen hoxh. Mirë se gjithë. Është kënaqësi që sërish t'ju kemi në podcastin ton. Tema për cilën do të flasim sonte janë ambicjet. Jetojmë në një kohë kur me të vërtetë vërehet një krizë e ambicjes tek njerëzit në përgjithësi dhe të muslimanët në veçanti. Prandaj duam ta bëjmë një krahasim, si kanë qenë ambicjet e gjeneratave të dalluara të selefit krahasuar me ato ambicje që i kanë muslimanët sot. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Falenderojmë Allahun, me falendrime që i takojnë madhërisë të tij. Dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet më të mira pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër dhe shokëve të tij besnik sahabëve. Krahasimin në fjalë që mund ta bëjmë ne prej kohës të parëve tanë të mirë, edhe me të sodit, edhe pse ka kaluar një distancë e madhe kohore, periudhë gjatë. Dhe ka shumë ndryshime. Është realitet, më thënë që ka edhe shumë ndryshime, po mund të themi edhe ato anët pozitive, edhe anët, më thënë, mungesat, anët negative që ne i përjetojmë sot, në krahasim me gjeneratat e para. Allah subhanahu wa taala mas pari na thot neve se shembullin më të mirë kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Për ju besimtarëve shembulli më i mirë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Allahut. Edhe kur piknisën se shohim prej taje e përcjellim, e shohim domethënë se me çfarë ambicie e ka filluar misionin e tij vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe nën ombrellën e edukimit të Allahut te bareke ve teala. Ai edhe pse një moshë të re, vitet, më thonë, të i afru 40-ave, ai e ka pa atë shoqërinë. Më thonë, njeriu kur shkon në të 40-at pak më ndryshe mendon. I thonë fazë pjekurisë, pjekurima me vitet deri në 40-at. Edhe ajo ka qenë edhe koha kur ju është afruar profetësia. Edhe ai çka ka bën kur e ka pa shoqërinë
me kase, me ato degenerimet që ka pas, nuk ka qenë razis, ka qenë i kënaqur me atë gjendje sociale, gjendje shoqërore, politike, Gjendje fetare, se aty edhe ka qenë fetare, përhapur shirku. i ka pa do gjëma dhe i ka vrejt dhe e kanë brejt atë, e kanë mundue, edhe ai paramendo, edhe kjo ta quajmë edhe këtë ambicia e tij, ka shku, është veçu. Një burr me kaq nivel, ç'i duhet me mendu. Atë kemi shembull. Mos me qenë vetjak, me na interesu vetëm gjendja jonë personale. Si ta ndryshojmë përgjithësi gjendjen, ka më e mira. Duhet të mendojmë se edhe për vete, edhe për shoqërinë, me bën ndryshime, me gjetë shokët e përbashkët në këtë ide. Edhe ai pejgamberi alayhis salam ka filluar një herë të largohet prej shtëpisë vet. Edhe kur e shohim në biografinë e tij, ka shku në Xhebel Nur, kur ta shohim prej shtëpisë e tij, kush ka shku në haxh sheh një bibliotekë që është afër Qabës, shtëpia e pejgamberit alayhis salam ka qenë. Vendi i shtëpisë, po, shtëpia. Po, vendi aty, po. E me shku në kam deri atëherë, është një sipërfaqe, është një, ka me hecë shumë. Një largësi. Po, sot shkojnë haxhilerët umregjit me autobus edhe ju duket larg. Për në kam ka shku pejgamberi, shpesh ka shku atje. Kanë qenë ato tunellat që na për atë vap. Është ngjit na për kodra. Po, sa është lart atje. Po, sa është lart. Edhe para mendoa, edhe kjo është ndal ka meditu. Edhe kjo është një element i ambicjes. Do thonë, nëse dikush e ka ambicien e çon me meditu. Diçka nëse e shef që nuk ka në rregull ta ndryshon. Atë burrat e mëdhej kështu mendojnë këtë mënyrë. Edhe tash kur e shohim ka meditu derisa i ka ardhur shpallja. Pasi i ka ardhur shpallja, është kthi sa ajo e ka trondit. Ashtu ka ndodhur një rast që para mendo ethët e kanë zënë. Ethët na e dim kur të ftohet njeriu e zon ethët. Ama jo, se përjeton ndonjë frikë të madhe. Ç'është, do thonë këtë rast i ka ndodhur njëra ka shtrënguar dikush atje në terr, e shtrëngon, nuk e di kush, i thot lexo, një njeriu që s'ka ndjek në shkollë, mësues, edhe i thot lexo, dhe ky rast mos përqendrohemi këtu. Edhe është kthy në shtëpi, e kanë zonë ethët. Kur e kanë zonë ethët, është ri dhe edhe pse është ajo ambienti atje është me klimë të ngrohtë, i thot bashkëshortës vet Hatixhes. Thot dethironi, më mbuloni. Edhe është ri të mbulohet se ethët e kanë. Në çat moment i vjen Xhibrili alayhis salam. Këtu e kam atë qëllimin të sjellë atë bisedën, i thot ja eyyuhel mudaththir qum fa anzir. Do të thonë shiko, tash i vjen Xhibrili, çato ajetet që i pranoi atje u bë pejgamber. Tash vjen te shtëpia shtrihet, e vjen Xhibrili thot o ti i mbështjellur. Ai ka epitetin pejgamber, u bë pejgamber, nuk i thot o pejgamber. O i mbështjellur. Ja i hëll mudaththir. Thot qum fa anzir. Tash këto ajetet që i pranove nuk të kanë ardhur për mushtri. Sa mbi të me rregullu çështjen tonë individualisht. Pikërisht, po. Është me ndryshu shoqërinë. Do me thonë ti sa ambicie ke pas, sa shumë ke hec, ke ardhur këtu, derisa ka ardhur momenti me tar këto ajetet, po vjen po shtrihesh, ku janë ambicet, do thonë ringjalli. Qum fa anzir, jo, ti tash ka ardhur përgjegjësi, ke punë, do me thonë detyra. Edhe çka ngritu, qum fa anzir, edhe tërheqja ti për çka të sjelli këtu te shpella. Do thonë degenerimi i shoqërisë. E tash ti që do më ndryshu shtrit, jo. Ki mu ngrit, ngjalli ambicjet, edhe do të thonë ta ndrosh këtë shoqëri. E pastaj për me ndru diçka vet nuk bëhet. Edhe po ashtu ajeti kuranor, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndron gjendjen e popullit përpos derisa ata përpiqen ta ndryshojnë atë gjendje. Kërkohet çka? Kërkohet personalitet ambicioz. Këtë me ambicie. E ka gjetë shokun e vet Abu Bekrin, jo tjetrin, edhe bashkëshortën e tij ka pas shumë një mbështetje. Edhe dal nga dal veç ka fillu. 3 vite fshehur azi. Pastaj Allah jep garancë hap tazi. Ai pastaj pat prej shokëve ata që të shpallat. Po, për ta publikuar, domethënë tash do të në mënyrë publike se është thirrje universale.
Nuk mundesh po përqendru me individa. Nuk është e përqendruar vetëm tek populli, Po, te fisi Kurejsh Do me apo thonë, te banorët e e Mekës, për por masa është pak ma, për njerëzimin, mball njerëzimin. edhe kjo është shumë e rëndësishme se e kuptuan ata që i bashkoheshin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë kuptuar qëllimin, çka është qëllimi. E kuptuan çka është pejgamber. Edhe për marrim një shembull prej mesin e sahabëve me kësi ambicje, kur i kuptojnë këto gjëra, e kemi Erkam ibn el-Erkam. Ai shtëpinë e vet e shndroi në medrese, në shkollë. Shtëpinë e vet, ato kushte, ato rrethana që kanë jetuar ata, edhe aty i zhvillojshin mësimet e para, sahabët aty kanë bë. Don prej fillim kjo ka qenë hapi i parë, don sa ambicioz kanë qenë. Për shembull, kemi shumë shembuj të sahabët. Për shembull, Sa'd ibn Muadhi në moshën 30 vjeçare e ka pranuar Islamin. Ka jetuar edhe 6 vjet në Islam. Ai ka qenë prej ensarve. Edhe vdes ai, thot pejgamberi, thot është dridh arshi. Çka mrini, domethënë ki sahabi për 6 vjet, çka mrini. Ta krahasojmë me neve, po 60 vjet i bëjmë ne, nuk dridhet Islam. kashta. A ditë nëse, domethënë çka mrini ai, si arriti këtë brenda 6 viteve. Domethënë kur gjë tjetër për pas ambicjet e larta. Edhe për kushtimi i tij ndaj. Për kushtimi, ajo ambicia pastaj çon me pas për kushtime këtë. Po gjithë vetëm që mos të domethënë mos të degëzohemi shumë. Çështja e ambicjes. Ku do të më u përqendru? Tek njohja e Allahut, tek ibadeti, apo tek renditja e prioriteteve. Se ne sot fatkeqësisht jetojmë në një kohë ku njerëzit e bëjnë gabim. Renditjen e gjërave që kanë më me rëndësi. Pejgamberi sallallahu e kjo mra në sy shumë, thot ana a'lamukum billah wa akhshakum atqakum bihi minkum. Unë më së miri se ju e njoh Allahun. Edhe kjo si rezulton jam më i devotshëm nga mesi juaj. Do me thonë, besimi në Allahun është ajo aspirata më e lartë që duhet njerëzit ta arrijnë, edhe pastaj ajo të shndrohet në një devotshmëri praktike. Kjo është, do thënë, shumë e rëndësi. Sidomos për neve muslimanët. Kur ta kuptosh besimin në Allah, kur ta kuptosh qëllimin tënd në këtë botë, edhe kupton se cili është misioni yt në këtë dunjë, pastaj shumë më lehtë është me i rendit për prioritet. Se ne jemi musliman. Po. Praktikojmë Islamin. Kush më shumë, kush më pak. Megjithatë, nëse kemi defekt në renditjen e prioriteteve, atëherë është dështim kjo. Lirisht quhet dështim. Pse? E përmendem për shembull njohjen e Allahut tek shumë. Allah subhanahu wa taala për shembull në surën Hujurat na thot: Ja ayyuhalladhina amanu, na drejtohet neve tash ka punë me neve për një çështje që do më na tregu. Cila është ajo? Thot: La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Para më tash këtu po tregon parim. Kjo është parim. Para Allahut dhe fjalë të dërguar mos nxjerrni kur gjë para Allahut dhe pejgamberit. Ato do të kanë. S'ka, nuk mundesh me arsyetuti kur gjë edhe milon anësh diçka që ki obligimin ndaj Allahut ose për pejgamberin alayhis salam. S'mundesh me krahasuat me tjerë. Ajetin që lexuam pak më parë, thon shembulli më i mirë është pejgamberi. Me ata nuk krahasohet. Ebu Hanifja, ç'është ka thonë Ebu Hanifja? Çka është fjala e pejgamberit? Fjalë do të thon prej Allahut dhe pejgamberit, ata thotë mbisim mbi kokë. Thotë çka është prej sahabëve zgjedhin. Në mesin e sahabëve zgjedhin kush më i dishëm kush. Thotë çka vjen pi tabiinëve, thotë na jemi burra ata burra. Na din këtu jemi të barabartë. Do të thonë shikoj e bani fjalë që ka rendit. Pastaj gjëra tjera për shembull, ne jetojmë dunja. Mirë, po këtë dim se është edhe ahireti. Mirë. Me cilën të krahasojmë këto? A me qenë ambicioz për ahiret se jemi ambicioz për këtë dunja? Zati besimin çat ahiret mu ma ngjall ambicien. Shiko për shembull, shumë qartë një shembull. Edhe kjo në fillim të shpalljes. Na tregum shpalljet që ka ardhur. Edhe një kohë është ndalë shpallja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çat atmosferë të Mekës
edhe që shka e tu, sidomos u bo pejgamber tash po duhet me thirr në islame. Nuk ka gjetë shumë, më thonë, ti përgjigjen thirrjes ti. Edhe këtë shumë mire ka ditaj. Megjithatë e ka një ndjenjë shumë të këndshme shpallja kur i ka ardhur. Edhe pse ajo është vështirë për atë, është e vështirë, po një kënaqësi e ka gjetë. Më thonë, ngushëllim, një qetësi, shumë një ngushëllim, një përkrahje, një prehje të shpirtit. Prehje, po sidomos një prehje ajo. Edhe tash për një herë u ndal shpallja. Është mërzit shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është mërzit shumë. E këtë kanë shfrytzuar mushrik të Mekës e kanë thënë. Po, kanë filluar e haroj. Atë la hasha wa kela shejtani yt. Astaghfirullah. E tash Allah subhanahu wa taala e përcjell pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Këtë krijesat në një dëbim me flet. Kjo është një lloj testi, një lloj sprove. Po. Krejt janë këtu, këtë kanë urtësia. Edhe tash po ndodh kjo pauza, ti themi. Edhe pas një kohë, do thënë Allah subhanahu wa taala ka përcjell pejgamberin vetë që është mërzit. Është mërzit pi mungon ajo, ai kontakti, ai shpallje. Edhe kjo është një edukim, me thonë, që nesër ka me të ndodhë edhe kësi raste, ta dish se Allah s'të haron kur. Mos e çon mendjen se Allahu e këtu i thatash Allah po betohet wa duha wal layli idha saja ko betim Allah subhanahu wa taala çfarë ajo Allah betohet s'ka më mirë ka mujt më thon drejt o pejgamber ma wadaka rabbuka ka mujt më thon ja nabi ma wadaka rabbuka po ka mujt më thon po mirë se betimet Kur'an janë betime kur Allahu diçka po tregon shumë me rëndësi diçka. Ta tërheq vërejtin, ka thënë. Po, ndalu pak. Wa duha pasha paraditën, wal layli idha saja pasha natën kur shtrihet. Apo ma waddaka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Do thënë tash i vjen ajo ajeti. Çka ajet ja ka fresku shpirtin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta dish se mos kujto se ku ndërprej vahit ka haru Zoti jot. Ti s'ka haru Zoti. Zoti jot rabbuka. S'ka. Do hop pushoj ajo mërzia këtë. Mirë, atë që po du të them në lidhje me temën, çfarë informati i thotë Allah? Ahireti për ty është? Që kjo është vlera. Kjo janë prioritetet. Ka thonë, tash kur i ka thonë fillim të shpallës, fillim misionit. Prandaj mos u brengos me këto. Në çfarë atmosfere? Këto shqetësime përkohshme, domethënë. Kur gjon s'ka pas, atëherë. Kjo na kemi nevojë shumë sot. I brengosur se u ka ndërprer vahi, ka pas një wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, o pejgamberim, ti ke me nis një rrugë të drejtë as si pejgamber, po për edukimit si pejgamber, çka dush me ditë. Ahireti, bota tjetër. Pse thu vjen kjo bota tjetër më e mirë se e para. Tash këtu pse duhet këtë informat në fillim i dhon pejgamberit? Edhe kjo neve na intereson. Se shoqëria me kase e mohonin ahiret. Jo që ka ahiret, ka për ata, po, vetëm është më e mirë. E tash, a njeriu i mençur, këtu prioritetet kur di me rendin. Sa jetojmë në ndonjë, një mosh, po edhe 1000 vjet me jetu, ki munda. Sa jeton atje, a ka kufizim? S'ka kufizim. E tash, njeriu i mençur, nëse do me shfrytzu mendjen që është begatia më e madhe në veten e tij, mendon racionalisht, është ahireti valla. Ka çmim, ti kur shkon në market apo diku tjetër, ç'ish po dimi çmimet mi krasu. E po çiket krasimi më shumë që i duhet njeriu është këtu, pikërisht dunjaja apo ahireti. A dunjaja ahireti, do thon, atëherë besimtari e kupton mirë se ahireti është. Do thon këto janë ato prioritete që njeriu si besimtar duhet mi pas parasysh me ditë renditjen e këtyre dhe nuk dështon kurrë. Kur nuk dështon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas detyrë ta falë namazin e natës. Ka qenë një obligim i veçantë. Edhe atë ka kryer me përkushtim edhe me përulësi për Allahu subhanahu wa taala. Edhe Aisha shpesh ju ka dhimbë pejgamberi sa. Se po falet gjatë edhe ja ajën këmbët, qëndron gjatë në këmbë dhe i thot, domethënë, a nuk ti ka falë Allahu mëkatet e kaluara dhe ato që ke pas mundësi me i bëu në të ardhmen. Çfarë thot? Ja Aisha, fala akuna abdan shakura. O Aisha, pse të mos jam rob falëndërues. Domethënë, prej
ambicje së lartë është që njeriu në mënyrë praktike me adhurime ta shpreh falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë se Allahu t'jep ndonjë begati, edhe ti atë begati e keq përdor, ose e shpërdor, si thuhet, ose bën gjunahe me të. Kjo nuk është shenjë e madhërimit apo falënderimit ndaj Allahut. Ambicjet e larta i kanë pas besimtarët, nga se ka ditë këtë Allahu e ka treguar në Kur'an se besimtar nëse nuk shkon përpara, ai kthehet mbrapa. Nuk ka diçka që quhet tash jam pauzë në këtë vend edhe nuk shkoj as përpara as mas. Sepse nëse nuk shkon përpara, nëse nuk angazhosh, nëse nuk bën sikur se thot Allahu wasari'u ila maghfirati min rabbikum, garoni edhe shpejtoni drejt falës së Allahut. Hadithin që e përmende, më thonë është në kohën periudhën Medinas. Janë me obligime. Edhe si që theksove, natën është ngrit. Mirë për këtë ibadet personal. Edhe vullnetar. Edhe pse ai si pejgamber ju ka bë obligim. Edhe sahabët e tij kanë nxit, më fal. Aishën e ka pas bashkëshortën e vet. Ata Aishën kam qenë shtrit. Kur ka dash me bosejtë mi ka marr kamt, i ka lëvizë çaj shpia vogël. Po, do ambicia nuk ka qenë për kësaj dunjaje. Këtu do ta ndërlidhi pak. Në çfarë kushte, do thotë Aisha po më merr kampët, me liru vend me bosejtë. Edhe gjithat namazat janë ajt, ajo shtritja ka pa kampët të ajt të rap pejgamberit alayhis salam, edhe kjo duhet gjatë kohë me të ajnë. Gjatë kohë duhet, për pak nuk ajtën kam. Mirë, çka e ka shtyp pejgamberi? Kaç, domethënë, kaç. Ai ka thonë përgjigjen. Ai Aisha, domethënë, pa Allah më pas ka fal gjunahet të kaluara dhe të ardhshmet. Ma pas ka thonë këtë Allah subhanahu wa taala. Më ka tregu se unë me umetin tim do të jemi në xhennet. Ma ka thonë këtë informat paraprakisht. Të hapë dera në xhenet për mua. Qashtë, do thonë shefat tisen. Mirë, tash këto pejgamberi, ati keq përdor këto, ai shtrijo, ai sigurova unë. Se na të njëherë po kemi, tash kur shpesh në njëherë kur flasim në për vende të ndryshme. Kur kemi ndonjë begati nuk ja dimi. Do thonë mirën edhe e keq përdorin ose apo nuk e kemi neglizhent. Keq përdorimi se ose neglizhenti, pa. Tash rasti ta krahasojmë me hadithin men kane akhiru kelami la ilaha illallah dakhala al-janna. Tash ku puna bje me përdor kët me theksu kët, ai thon hoxha shumë kanë let. Jo me thon ta që janë gjallë ambicjet me punu ma tepër. Ti merre shembullin te pejgamberi, kur i ka marrë këto informata, natën pas ka fal derisa i kanë anë kam. Pse sa tha pejgamberi, po u siguru xheneti unë të shtrihem tash. Edhe jo, kanë angazhu vullnetarisht, jo obligim, vullnetarisht qenë ka angazhu. Kështu ta kuptojmë na. Do thonë keq përdorimi i këtyre negative, kështu bëhet. Me keq kuptim, asi jo. Kur ti kesh këto gjanat, këto ta ngjallën ambicien që ti të veprosh më tepër. Nëse i thot një mësues nxënësit vet, mëso këto se do t'ja pesë. Pesë, ta dish. Atë çka duhet me botash? A duhet me mësua po? Jo, do ta marr pesën dhe. Do të thonë, jo. Pejgamberi alayhis salam kështu e ka kuptuar. Do të thonë atë. Edhe kur ta shohim, do të thonë, pa ambicie ti nuk mundesh të falësh me orë ose të bësh një vepër tjetër. Ajo me tjetër të hap një fuqi subjektive, një ngjallje, edhe ti me të vërtetë vepron me shumë përkushtim. Ka qenë kësaj këtë njohja e Allahut subhanallahu. Edhe bindja edhe besimi i tij pa luhatshëm në Allahun subhanallahu teala. Kjo njohja e Allahut ndodh nëpërmjet informatave, domethënë se na nuk e shohim nëpërmjet çështjen e kërkimit të diturisë. Po më kujtu edhe një thënie të Omerit radhiyallahu anhu, të cilën së bashku inshallah e komentojmë. Thotë mos e nënvlerësoni ambicien e lartë. Se shumë prej njerëzve thotë nuk i kanë arritur pozitat e larta në xhenet për shkak se nuk kanë pas ambicie, ma kanë indom himmen, s'kan pas ambicie as aspiratat e larta. Që do më thonë se besimtari që e njeh Allah subhanahu wa taala, e njeh mëshirën e tij, vazhdimisht synon që ta arrijë atë që është më e larta, më e mira, më e plota. Do thonë tash ta bëjmë një krahasim me këtë dunjë.
Dikujt i ofrohet një pasuri, e cila është e konsiderueshme, vetura e mirë, shtëpia e mirë. Shpeshherë, pas një kohe, ai kërkon diçka që është, se ka pa diçka që është më e mirë, po. Ashtu. A nuk është e udhës që ti nëse dëgjon për begatitë e xhenetit, për zitet e larta në xhenet. A nuk është e udhës që ti të angazhosh e të arish ata që është më e lartë? Jo Ti e din hadithin kur ta kërkojeni Firdausin. Po, do të thënë jo rastisht Allah subhanahu wa taala e ka mbush apo e ka stërmbush Kur'anin me informata për xhenetin. Po. Si në aspektin e hurive, si në aspektin e ushqimeve të ndryshme, fryteve të ndryshme, begati të panumërta, nuk është shihet fundi, kënaqësi, informata se aty nuk ke smundje, nuk ke mërzi, nuk do gjona që kemi do përjetime në dunja. As nuk flen, s'ma sot. Edhe gjumë, nuk ka se gjumi tash e haron vetën, po. Edhe si një lloj vdekje, po. E ka zhduk Allah dhe gjumi, s'ke nevojë për me flet. Çdo lloj mangësie në kënaqësi, Allah e ka eliminuar prej xhenetit. E tash njeriu sa më shumë merr kësi informata, ato më shumë stimulojnë. Ato më shumë stimulohet për të vepruar për atë xhenet. Tash çka ndodh me njerëzit? Do këtu me pas aspirata edhe se rruga më e mirë për ta njohur Allahun është inna ma yakhsha Allaha min ibadihi el ulama, ata që janë faktori dituri. Po, faktori dituri. Edhe për një fillim edhe Allah subhanahu wa taala edhe për këtë la ilaha illallah si thot fa'lam annahu la ilaha illallah. Do të më thonë faktori dituri është i rëndësishëm. Nuk mundemi në pa dituri kur gjë. Për këtë çka edhe ajetet e para ishin ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Kemë marrë dituri, kemë mësu, kemë studiu në emër të Zotit tonë i cili ka krijuar gjithçka. Edhe kjo dituri është e dobishme. Kjo dituri është e dobishme, sidomos në këtë fushë, në këtë aspekt që njeriu të pasurohet me dituri, ta njohë Zotin e vet, edhe të dinë se në çfarë raporti duhet me qenë me Zotin e tij, edhe ti çon obligimet në vend, edhe ky raport ti ndihmon në stimulimin e tij për të kryer do obligimet që i ka, edhe ti mrin ato merita. Ti themi kështu merita se mëshira e Allahut është ajo që do të jetë për të na bërë banor xhenetit. Megjithatë, Allah subhanahu wa taala thot kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Janë kon shkak ato. Sebeb. Hani dhe pini, kënaquni këtu, domethënë. Puna krahasuar me shpërblimin është askund nuk mund të krahasohet. Se puna është shumë e vogël, ndërsa shpërblimi është shumë fish më i madh. Pra Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejti askujt për këtë shkak, por mos ishte kjo, po mos ishte ky dallimi, s'kish me ekzistuar mizani në ditë kiametit. Do thënë peshorja. Nuk është. Edhe tash kur e lexojmë në ajetin, faman thaqulat mawazinu, Po ishet në radhi. Ati që do t'i peshojnë veprat më shumë, pas kanë me peshu. Faman fi ishet në radhi. Pas kanë me qenë me një jetë shumë të kashme. Mawazin al-qist li yawm al-qiyam. Do të thonë kjo është peshojet e drejta për ditën e gjykimit. Pse mos të mban mua edhe kureshtar, po edhe ambicioz, motivon mua me bë vepra pak më shumë, paska peshore. Kur dëgjon për Firdausin, se Firdausi është mesi i xhenetit, është pjesa më e lartë e xhenetit dhe mbi të është arshi i Allahut. Edhe kjo, që xheneti ka 8 xhenete, do të kërkone domethënë Firdausin. Domethënë pse? Tash edhe sahabët këtu kanë diskutuar. Çfarë thot pejgamberi? Ti veprose kur ta kërkosh atë, Allah të çon me boça si vepra. Edhe është hadithin Allahu yuhibbu ma'ali al-umuri. Kur ta bësh një punë, ta bësh në mënyrë më të lartë. Më të mirë, me përsos. Po, i do gjërat më të larta, me vlerë më të lartë. Ashtu, domethënë. Edhe njeriu, po. Ashtu janë, domethënë, këto janë faktorë të cilat ndikojnë te ne. Do këto informata, kur zgjerohemi na për informata, ti shohim këto gjëra atëherë, janë faktorë shumë kryesorë dhe rëndësishëm për neve që ne ti përveshim krahët. Se shikoni, domethënë, na kemi akiden, akidet që është këtë besim, me realizimi i kësaj akide bëhet me vepra. Shembull, Allah subhanahu wa taala familjes Davudis, çfarë thot? Emelu ale Davud shukra. Nëse do të qenë mirënjohës, veproni o familje Davudit. Nga ana tjetër, për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është në ditën e kiametit, kam i pa umetet. Një pejgamber vjen pa hiç s'ka, kur kush njëri me një me dy, dikush me një grup. Edhe
Umeti vetë shumë. Ju thot sahabe, në mesin atyve ishin 70.000 veta, shiko, në mesin atyve, 70.000 veta, Do të kemi pa hesab. pa llogari dhe dënim. Shiko, ka pas sahabe prezent, ka pas aty. U ka lajmëru. Ja, Rasulullah, lutë Allahun t'jem unë për atje. Shiko, prezent ka pasën, shiko çka. Ka Ibn Mihsan radiallahu anhu. Ka Ibn Mihsan, min njerë, ka thonë ti je për atje. Ku çoti diti? Po haj tjetri ka Thot sebe shiko garimi si është. Ai Ai tjetri thot sebe ka ukashe, ta mur këtë ukashe. Të parakaloj. do thonë, shiko, kjo motivim dhe këto ambicie paraqiten pas që të mësojnë një gjë të re, ka mësuar këtë gjë për pejgamberit, edhe kjo automatikisht i ka motivu. Ne kemi Kur'anin, kemi hadithet sot shumë ma lehtë me i gjetë edhe të përkthyera edhe me komentime nuk ndikojnë sikur se ka ndikuar këto fjalë të pakta që i ka thonë pejgamberi sa që e ka përshkruajt një skenë prej skenës së ditës së gjykimit, edhe ka përshkruar atë grupën që do të jenë 70.000 vete që do të hinë në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënuar. Domethënë mirë i ka motivuar. Çfarë ndjenja i ka ngjall atij? Domethënë çfarë ndjenja e Allah subhanahu wa taala kitve neve na thot fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, çka do të thonë? Bëni gara për vepra të mira. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Që këtu bëni gara. Këtu në kësi gjana bëni gara se kina do t'ja shifni hajrin. Ne pra do të themi të kjo dunja, të gjendja sot njerëzit, kur çështja e dunjas angazhon edhe janë shumë të përpikt në ato llogari që i bëjnë. Ndërsa kur janë pyetje çështja e ahiretit, sepse është amshueshme, pafund është jeta në ahiret, dhe shpërblimet as që mundën të krahasohen me mirësitë e kësaj dunjaje, që janë të përkohshme, janë të mangëta. Harrojmë hadithin e pejgamberit ku thotë ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Do të thonë bëhu i kujdesshëm edhe bëj atë që të bën dobi. Kërkon ndihmë prej Zotit dhe mos u tregoj i paaft. Ashtu. Do të thonë mos u dorëzo. Nëse ne për dunja këtë parime zbatojnë krejt, kishin ku e ka interesin më të madh material, ku ka fitu më të, nëse në një vend ka me fitu për shembull 1.000 euro, e shikon ku ka 1.500, e shkon te 1.500, ndërsa kur çështjet e ahiretit, sikur nuk i shfrytëzojmë këtë mundësi, edhe sikur edhe pse Allahu për pak punë na jep shërblime shumë të mëdha. Sevapin në 10 fishon, deri në 700 fish, deri në shumë fish që numrin e di vetëm Allahu subhanahu wa taala, dhafin mudhaf. Allah subhanahu wa taala kur na ka kriju neve. Allahu shumë mirë din çfarë krijesa jemi ne. Po. Ku jemi të fuqishëm, ku jemi dopt. Anët e forta dhe anët e dobta i din. Do thonë krejt Allahu na ka kriju, na di. Do thonë hollësisht neve, krejt s'ka gjallë, edhe krejt i ka ditë këto që ne kemi si njerëz, si krijesë njeri. Unë po duam të dhënë një shembull ta ilustroj se don krijesa njeri, kemi harresa, nuk kemi çdo herë një standardet të ndryshme. Handhele, rasti handheles. Ka dalë në mes të rrugës të Medinës. Mes të rrugës të Medinës edhe hec mes, edhe me zot lart, nafaka handhele. Shikoni, kjo shumë edhe me kuptu këtë. Me që vetë kritik. Po, nafaka handhele, këtë sahabët e këshirë, do të thonë bu munafik handhele. Po, është bo diftyrsht për veti. Ato e njofin handhele nuk o kështu. Çka ka ndodhur diçka, a ka ndodhur këtë kureshtar për këshirë, ama kush s'pi flet. Edhe duke hec, vjen te Abu Bekri, takohet me Abu Bekrin. I thotë Abu Bekrit, nafaka handele. O handele, çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur, më thon ti më thon kështu vetes. Pse po gjikon kështu për vete? Thotë Abu Bekr, kur po shkojmë te pejgamberi, po na tregon për xhenetin, për xhehenemin. Imani po mritet, po ndjej. Ajo ndjen, imani është, më thon, ndjen. Po ndjej, po mritet imani. Ka ndodhur diçka me që ta ndije veten me iman pak më mirë. Sa po shkoj te familja, te gruaja dhe fëmijët, te shtëpia, po ndron. Nuk e kam atë ndjenjë, e kjo thot dyftërsi. Tash Abu Bekri i thot handeles, o handele edhe mu po ndodh kjo.
Hajde shkënja të pejgamberit. Ja. Mirë, kush pi thot Ebu Bekri pi thot Handheles. Mirë, a nuk ishte Ebu Bekri që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me marr imanin e Ebu Bekrit me një krah peshorës, edhe imanin e tjerëve me një krah peshorës. Kish me randu imani e Ebu Bekrit. Që ki Ebu Bekr e thot edhe mu po ndodh kjo. E ku ta marrim përgjigjen për kjo rast, më thonë misterioz. Na duhet me ditë këtë informatë, çish ndodh kjo. Ku përposet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur shkon atje, kur ja tregojnë se çka është çështja, ja rësna kur po vim te ti, po na tregon për xhenetin, për xhenemin, aty po ndikohemi edhe imani po na rritet. Sa po shkojmë te familjet tona, edhe Abu Bekri edhe Handele bashkë. Pa kujdesia. Do natyra e njeriu. Këtë natyrë na ka kriju Allah subhanahu wa taala. Edhe tash ka buzëqes pejgamberi alayhis salatu. Ka qenë një përgjigje nëse marrin për këtë transmetimeve, ta japin një përgjigje të përbashkët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju po ta ruani imanin sigur ku jeni pranë meje edhe në familjet e juaja, domethënë kishin mujt mi pa melekët, sikur që e shihnin njëri tjetrin. Ti kishin përshëndet. Me një transmetim thot melek kishin me ardhur e kishin ndi veten nderu me ju përshëndet. Para mendo. E kishin ndi çato melek që kanë qenë kundër më kriju njeriu. Jo kundër, po do të thonë, atë mos bëjnë mëkat. Zoti do të krijojësh një krijesë që do të bëhet çrregullime. E tash këto po vika dërgjak. Me rujt imanin në çashtu standard sa herë, melekt po vikan me na përshëndetje me nin veten nderu. Melekt. Ama s'ndodh kjo. Nuk ndodh kjo, po i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sa, më thon çaste. Një çast rritet, një çast më një herë bjen. Unë shpesh e marr shembull te këto që punojnë ndërtimtari, e kanë një, i thojnë label ajo, ose Wasserwaage gjermanisht. Wasser me shkaktuit, ajo. I tham, provone praktikisht. Çështja e imanit, sa mundesh me rujt, merr atë labelin edhe majnë në dorë. Sa sekunda nëse s'lëviz hiç. Domethënë apo jo, lëviz më një herë, çashtu imani. Varësisht ambientit. Na pse po dojmë u shoqëru me shokë të mirë që na këshillojnë, ta rrymë këtë iman. Se çështja më e shtrenjtë për ne është kjo udhëzim, kjo iman. Se kur hin besimtarët, kur hin xhenet, rreshtohen me lek katudian, e presin si një krijetar që e presin këto me tepik të kush, me gardhën aty, me këtë ndërimet mëdha. Me lek dalin për që këtë krijesë njeri, edhe çka i thon selamun aleikum tibtum. Paq për juve, shumë mirë është bërë për juve. Edhe ndo transmetime është bile kanë mi pyet me lek, si arritet me rujt imanin. Se që është faktor për me hiu. Se ata të mbrojtur, me lekët në bëna se nga. Edhe ato habitën ju, na kemi pa në dunjat që si është tjera. Sfida, keni pa probleme, qëfar? Qka keni, si arritet me rujt imanin me shpëtu, me armës shpëtu këtu me hingjen. Edhe vijojnë ato ndërimet ashtu. Kjo është të ndinë që ne, edhe këshilla, nuk thot kot pejgamberi e dinu nasiha. Feja shumë e pas ka një shtyll shumë kryesore, shumë unë mbështet ka nasihat. Këtë feja është nasihat, këtë këshilla. Edhe të shkjon neve, më thonë, ndashta haro është dhe njerë, haron vetë. Një këshill dikon, vallahi ban shumë dikon. Shumë dikon. Motivon njerin edhe jari të ambicjet edhe... Më thonë, dikush me thonë njerë, ke frikë Allahun, ose... Mi njëherë të rikthehesh pak. Sigur me gjumi, sigur... Ke qenë klapi i lot... Një misionar krishter, ka shku në Afrikë dhe ka dhonë ndihma me kusht, nëse një kryq me mund qafë. Edhe ai e ka pranu se ka qenë unt, i uritër. Edhe sa ka hangër pak, ka nisë më falë. Edhe ki çuditë, thotë, e shkun kështu, t'ja u bone krishter. Kush thotë jo? Jo, thotë e ki qaforën këtu, kur e shek, thotë e nxjerr, thotë jo. Jo, s'jam bo krishter. Unë se pas kum pa, kur ma mnove në qafë kështu. Në kërkoni unë, ndështë ta sa nuk ja vërejt. Edhe është falaj, edhe ki atër, çka thotë ki? Kanë po dojnë me mashtru. Ja, është besim, është bindje. Nuk shkon këtë mënyrë. Edhe e le punën, e le krejt. Ja. Ti e di shumë i rastë. U ballafaqu me realitetin aty. Kur Herakli e pyet Ebu Sufjanin, a dalin prej imanit pas që e kanë pranuar Islamin? Kjo pikërisht kjo.
Asnjëri. Asnjëri, thotë, e kështu është imani kur ta prek Përzihet ose përzihen me zemrën. Po. Në brendin e zemrës së njeriu. Këto janë, adish, imani me njëna, bindja, kombinon me atë ambicjen, me ato, japin një dritë, me të vërtet një ndriçim, ta ndriçon rrugën, ndriçohet, lehtësohet edhe kështu me radhë. Se na për shembull si tham pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është fal natë një ajt kamët. Nëse nuk e ke këto lodhesh ti. Lodhesh. Ambicia ajo, më thonë ka bë imani ato këtë, ja kanë bë ato informatat e mira që ka dhënë Allah, ja ka duk letaj namaz. Por edhe çdo punë. Këtu ti e din shumë i rastin aty 3 persona për ashabët të Muhamedit sa që kanë ardhur dhe i ka thënë unë do të falem tër natën dhe nuk do të flej asnjëherë. I dyti ka thënë do të agjeroj, asnjëherë nuk do të bëj iftar, dhe i treti ka thënë unë nuk do të martom asnjëherë. Kjo mund të ti duket dikuj se është kjo një ambicie, por Islami nuk e lejon njeriu që të del nga ajo që është natyra e tij. Duhet një ekuilibër. Ekuilibër, po. Por këtë shkak pejgamberi alayhis salam si ka përmirësuar këto, se shiko kur ka ardhur pastaj pejgamberi. Edhe ka marrë këtë informacion dikush kështu. Ka ndonjë deklarata kështu. Qëllimi i tyre ka qenë të arrijnë pejgamberin, se në kemi si pejgamberi, Allahu ja ka falë krejt. Ata, ai pejgamberi alayhis salam, s'ka thonë, ai se kur ti takoj unë, kjo ka qenë më një herë duhet shërohet. Dul nga binarët. Nuk është udhëzimi im kështu s'ka marrë, tjetë ekstrem. Ekstrem thonë jashtë udhëzimit tim. Jashtë sa që Zoti e kërkon prej ne. Do të falem tër natës prej, kjo nuk është udhëzimi i pejgamberit. Do të agjeroj për ditë, nuk është udhëzimi i pejgamberit. Po smartohem, hiç edhe kjo nuk është. Hiç më. Edhe thonë pejgamberi, unë jam më i devotshëm, edhe i bëj këtë, edhe falem, edhe flej. Sa herë Bilali ka shku prej xhumit e ka zgjuar për sabah. Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka shku në shtëpi, a ka me hangur? S'ka, pa agjeroj. A ka me hangur? Ka. Ka hangur, do të thonë, edhe është martu, ka pas fëmijë, do të thonë. Kjo është udhëzimi i pejgamberit alayhis salam. Edhe tash edhe ata, do të thonë, namazin që e ka bën aty. Ka qenë një pjesë e natës. Një pjesë e natës, do të thonë. Një pjesë e natës edhe përsëri ka flet. Ka flet, do të thonë, nuk ka dalë. Edhe rasti kur Abdullah ibn Umerit i ndalon që e bë hatme të Kuranit në më pak se 7 ditë. 3 ditë, po. Më pak se 3 ditë. Do të thonë, kret me marrë një baraspesh, një ekuilibër në jetën tonë. Se nëse shkojmë ekstrem diçka, edhe për agjërim ka nëse do një agjërimin e Davudit, një ditë po, një ditë jo. Ç'është, do të thonë, ajo është maksimumi e ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ama nuk shkon krejt. E tash ka thonë, kjo është tradita ime. Nëse largohesh prej kësaj tradite, nuk je prej meje. Mirë, tash parime pejgamberi alayhis salam. Kështu është, do të thonë, udhëzimi, nëse do me qenë ti i ka kufit e vetë. Nuk kalohet prej këtyre kufive. Se prishet ekuilibri në jetën tonë. Elhamdulillah kemi shumë hadithe, edhe ajete që tregon se si ka qenë udhëzimi apo shembulli i pejgamberit në ibadet. Mjafton të ndjekim ato. Me fal namazin e duhas, namazin pa qëllim dielli, me bë dhikrin e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes, me agjeru hanën tentën apo 3 ditët e bardha. Mjafton kjo për me qenë ambicjet tona të larta në çështjet e ibadetit dhe nuk duhet me leju që dikush me na deviju dhe me na largu nga ajo që është rruga mesatare dhe e drejtë e pejgamberit. Është për shembull, adin shumë që në Kur'anin e kemi katalog të jetës tonë. Edhe tash na potencuam ajete se ahireti është më i vlefshëm edhe këtë gjanat. Mirë po, shikoni tash për shembull, nëse kthehemi ndo ajete. Një ajet për shembull, Allah subhanahu wa taala na mëson neve thot me bë dua, lutje. Rabbana atina fid dunya hasana. O Zot, na jep të mira në dunja. O fil akhirati hasana, edhe në ahiret gjëra të mira, o qina adhabin nar. Çka është qëllimi? Na ruaj prej zjarrit, prej dënimit të zjarrit. Ajet tjetër, tash Allah subhanahu wa taala na kalon me jetu këtu. Ai po na tregon vlerat e dunjajës edhe të ahiretit. Mirë, po çka na thot neve? Tash po jetoni këtu, e keni një pjesë të jetës këtu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Po thot mos e haro. Po. Mos haro ti atë pjesën e dunjas. Ki një pjesë në dunja. Abdulrahman ibn Aufi, shumë e natyrshme, kur vjen në Medinë, edhe ai që ka vllazëruar pejgamberin me ta, ja ofron gjysmën e pasurisë, gjysmën e shtëpisë,
E thot i kam 2 gra, njën e shkullërzoj, ti marto me ta. Me Sadin duket, Sad apo Abdurrahman ibn Aufi? Abdurrahman ibn Auf, po, ka ardhur muhaxhir. Çka i thot dulleni ala suq il Medina, më trego ku është tregu. Para mënos, vetun thot i. Po unë vetë e bëj. Edhe mu shumë pëlqen kur takona me disa njerëz që kanë ambicie dhe thonë unë këtë vetë e bëj. Do të thonë ka bindje tek Allahu se Allahu është furnizuesi, edhe është i gatshëm u angazhu. Mos me haru hisën e vetë në këtë dunja. Shumë ka tekste, për shembull, te puna e dhënjes dhe marrjes. E tash pejgamberi ka thonë një, edhe ta quaj edhe atë parim. Ai parim islam është yedul ulya khairun min al-yadi sufla. Që po tregoj tash ti ku dush rreshto. Qartë. Dora e lartë është më e mirë se ajo që është poshtë. Do të thonë dora që jep është më e mirë se që pranon. E tash ti ku dush rreshto, këshire. E kjo shembull shumë i mirë i Abdurrahman ibn Aufit. Kallzon të tregu ku është, unë do të thonë ftilloj vet. Dhe pas një kohë ka pa pejgamberi sa ka pas në këmishën e tij apo shenjë të parfemit. Shenjë po parfemit edhe veshje. Edhe ka çka që do, po. Është të martu. Është martu, po. Po një, do të thonë kokër ari me një grua prej ensarëve. Do të thonë ka fituar atë në treg edhe. E këto janë, do të thonë këto janë për të lavdëruar. Ambicjet e larta nuk do të thonë që ne me u izolu. Me u shëndru në njerëz që jetojnë jashtë civilizimit, jashtë qyteteve, jashtë fshatrave, jetojnë të vetmuar. Mund të kenë asket, ato paraqiten. Mirë, po në përgjithësi, raste të ralla, sa asket natyrën e ka është. Mira ma në përgjithësi, dijen, në shembull, nuk e kemi të dë një asket, apo të dë një, e kemi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E të aje gjejmë, dhe me thonë, modelin më të mirë. E për këtë çka edhe Allah subhanahu wa taala, edhe pejgamberin që e ka dërgu, edhe fejen që na ka dhënë, çka ka thonë? Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu ne ju kemi bën ummet wasata. Çka do të thonë? Mas mirë ti. Qysh mas mirë ti? As nuk e tepron, as nuk le mangës. Ç'kjo është? Mos thojmë dikush mesatarisht aty. Jo, mesatarisht. Këti çojnë vend, mesatarë edhe nuk le mangët, edhe nuk e tepron. Po, mes dy ekstremet e teprem edhe në Kjo është ajo, kjo është qëllimi, kështu duhet t'i kuptojmë. Edhe kësha, inshallah Allah, na mëshiron dhe na drejton në rrugën e drejtë. Të jemi më shembullor edhe ne, duke reflektuar dritën e Islamit edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që marrim mësime, ta reflektojmë në jetën tonë. Folëm për njohjen e Allahut, ambicien e njohjen, për diturinë, folëm për adhurimet, folëm për atë që quhet mos me haru hisën në këtë dunjë. Është një moment nga jeta e pejgamberit sa ajo është angazhu, si që cekën në fillim, për me jetu bashkë me komunitetin apo me shoqërinë e tij që e ka pas. Dhe thot në një hadith, lien esa që të eci me njeriu që ka ndonjë breng, ka ndonjë problem, derisa t'ia zgjidhë atë problem, është më e dashur për mua se sa të qëndroj 1 muaj në xhamin time duke bërë itikaf. Itikaf do të thonë me vetëmu për adhurim ku nuk ke asnjë lloj shpërqendrimi nga këto faktorët e dunjas, i je vetëm ti edhe me ibadetin tonë e madhron Zotin. Këtë punën që t'ja zgjidhish një problem, t'ja kryesh një punë ndonjë vllaut musliman e ka vlerësuar më me vlerë se sa qëndrimi 1 muaj në xhaminë e pejgamberit sa, që është xhamia e veçantë, duke bërë itikaf. Na e thamë edhe në fillim. Edhe këtu me pas ambicie të larta, po. Po, patjetër. Na jemi njerëz edhe nuk jemi superior. Nuk jemi, po. Ka ndoshta shumë punë që ndoshta i bëjmë vetë. Vetëm nuk mundesh të gjitha punët me i bë vetë. Patjetër diçka në jetë të del që ki nevojë prej ndonjë ndihmë prej dikujt tjetër. Në raste të ndryshme. Vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam, çka thot nusirtu bi shabab. Nusirtu bi shabab. Unë jam ndihmu shumë prej parisë të rive, prej gjeneratës të rive, jam ndihmu vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë edhe njeriu në jetën e vet, më thonë ka nevojë që dikush edhe ensarët vetë emrin ensar janë për krahas. Andaj dhe më thonë nga kjo piknisje kur ta shohim kështu ne, atëherë na duhet me qenë, më thonë, me një farë raporti me tjerët.
edhe me këshirë për me realizu diçka, edhe vetë me dhënë kontributin, po edhe me nxit edhe tjetër me dhënë kontribut, edhe ku të bashkohen ata, prej dikuj diçka, me njëherë dhe del diçka rezultat, ka me dhënë diçka rezultat. Edhe hadithi mesela mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Shembulli besimtarëve në dashurinë me styre, domethënë. Në solidaritetin njëri për tjetrin. Edhe në mëshirën njëri për tjetrin është sikur shembulli i trupit. Shikoj domethënë hadithin që e cekë sa shumë i qartë, nuk kush do me kuptue, mos nuk ka nevojë. Edhe më thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam po tregon se kanë vlera, çdo sen ka vlerë. Mirë, po diçka pas ka më shumë vlerë se diçka. Pejgamberi alayhis salatu wasalam më shumë se këtë neve ka qenë i përkushtuar në ibadet. Këtë sahabë. Ka dash më tepër. Po, edhe ka dash. Ai na e dim sa hadithe ka që në tikaf që ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dash atë ibadet. Ka dalë tash. Vitin e fundit të jetës, 20 ditë ka qëndruar në itikaf në kontra Ramazan. Mirë, po tash, këtë me këto që i ka demonstru pejgamberi alayhis salatu wasalam në jetën e vet, praktikisht. Tash ja jep një mësim sahabëve. Kështu ka kësi ibadete. Vetëm shiko me ndihmue, me nejt, me në shërbim dikujt. T'ja krydën një nevojë dikujna. Çka e ka në jetën e vet. A para mendon ne do me thonë sa kemi raste kështu. Sa kemi raste dë njëherë është angazhim, është lodhje, është shqetësim. Vjen dikush një fjalë të thënë, vallahi ta freskon shpirtin. Një fjalë. Ai haron me krejt aty, gëzohesh pse i taku me çat. Atë. Edhe më njëherë ti largon brengat. E mos thojmë edhe ndihma fizike. E tash pejgamberi alayhis salatu wasalam pe edukon sahabët, po na edukon krejt neve, se hadithet i janë të gjalla sot, mesin tonë. Sa qenë ka ma shumë se itikafi, që e ka pas shumë qef ata, ama kur vi ka kështu puna, që kjo thot ma e dashër për mua. Pra një njeri te Allahu do tjetë ma e dashër nëse përzihet me njerëzit edhe i duron do fargjana, se sa të mbyllet në 4 mura dhe të kujdeset për vetën e vetë. Kështu kemi në shoqëri pak ma shumë, edhe mu gjetë për një tjetëri të Allahu ma i mirje. Edhe këto është edhe hadithi i Ebu Derdas radiallahu anhu, kur vjen të shtëpia e ti, shoku i ti Selman Farisiu. Edhe ajo gruaja e ti janë kohët, jo që ka bo diçka të keq, po aq i përkushtuar ndaj ibadetit, sa që i ka haruar detyrat e veta ndaj ndaj familjes. Disi është distancu për dënjajs. Mirë, po që distancimi ka qenë pak si i tepërt. Edhe Selman Farisiu, e thot inë li nafsika alayka haqqan. Atë vetëm sa i ka dëgju prej gruas atij ankesat. Edhe më njëherë një këshill shokut vet. Sa të janë vllazëru, edhe ata sigur Abdulrahman me Saad. Edhe këto Saad Selman Farisiu i ka ramu vllazëru me Abu Darda. Edhe do me thonë ka shku të ajë që ati kanë pas bashk banimin. Kërja vetë kur ankohet, shiko Islami, do me thonë Islami që është do me thonë i mesatar në këtë kuptimin më i mirë. Ai kur ka shku të ajë, ushqimi qëtë, thot, hani jo, thot, nuk ha pa hangër edhe ti. Agjerushmë, s'ka agjerushmë, ki me hangër. E qënë me hangër, do me thonë. Pastaj, kur bim me flet në altën, a e qëtë më falë? Ebu Darda qëtë, e ka për krahi, ullu, flej, jo e do të falë, flej, qënë me falin sabahin, mas e falin sabahin, Selman Farisi thot, o Ebu Darda, thot, inna alejke li nefsike haq, i nefse jatë, shpirti jatë, ka të drejta që i gëzon ti dush me realizu. Nuk shkon kejt një, s'ka ishon, s'ka, du të mirë, e thot, inë li zawjeke alejke l'haq. Gruaja jote e ka bashkëshortja, pse të drejtat ju më plotsu. Edhe duhet me më thon ati kulli dhi haqqin haqqa. Jepja hakin të drejta që ka i meriton dikush që i në vend. Më thon duhet me një hadith tash më kujtuar spontanisht. Tash ka në shoqëri kemi të pasur edhe të varfër. Edhe tash ka vdek një person.
edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai person ka qenë i varfër. A kalon diçka pas vete, pasuri. Një transmetim thot dinar. Dinari do të thonë sot i bie sa 50 euro. Një lirë. Asa, ku e dim. Një lirë ari është dinari. Me euro nëse nuk e di sa. Një transmetim thot dinarain, do të thonë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për këtë rast i ka thonë për atë një dinar ka thonë kejetun wahid ose kejetan. Kejetan është shumë thonë damkosje. Me zjarr. Po, damkosje në ditë kiamet. Pse? Tash mirë. A vlen kjo për të pasurit? Nuk vlen për të pasurit kjo. Se i pasuri, nëse ka çeu ka dasht, se edhe kalon trashëgimi. Ndoshta edhe ka dhënë sadaka, ama edhe vetën e ka. Shiko. Edhe nëse kalon ki pasuri, nuk ka thonë për këtë kalon damkosje ditë kiameti. Jo. Për këtë ka thonë, për këtë fukaran. Pse? Ti pse pas ke pas një dinar, e kilon vetën keq, i pas ke rulta, ki pas nevoj? Nuk ban. Më thonë ti, ki pas gjendjen me shfridzu ata. Nuk ki pas gjendjen me lanë trashëgim. Është dashë të Shikoj, është e familja jote. me marrë dikush për jashtë këtë hadith, sikur pejgamberi po thirr në dunjan. Jo, nuk është realiteti. Kjo është për ballafaqimi me realitetin. Realiteti është kështu. Na duhet t'i kuptojmë këtë krizë duhet ta largojmë. Këtë krizë duhet ta luftojmë me kuptu realitetin. Me kuptu për shembull një hadith për çfarë rrethana në çka ka çfarë kuptimi i hadithit. Po, çfarë kuptimi merr për shembull. Ka shumë gjëra të cilët dietarët elhamdulillah s'na kanë lënë neve, domethënë na i kanë lehtësuar këtë punë. Mirë po njeriu prej situatës duhet me kuptu hadithin. Nëse ka mundësi unë e kisha përmend një hadith, Po, no. Me ditë me krahasu që mos të bim nesër, kishe po dim diçka e gabojmë në emër diturisë. Na mund të marrim informat. Sahabët Allahu qoftë i kënaqur me kush e ka titullin sahabi, na veç thojmë radiallahu anhu. Nuk bëjmë si tjerë, fraksione tjera me dallu. Jo, sahabët krejt pa dallim. Radiallahu anhum, Allah është kënaqur me ata, është i kënaqur me ata dhe na s'kemi. Mirë po, edhe ato kanë qenë njerëz. Edhe ato janë këshilluar me zveti. Kanë pas raste. E kemi rastin e Abu Dharr el-Ghifari. E kanë dëgjuar një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ndalohet me mbajtur ushqim rezervë. Neha Nebiu sallallahu alajhi wasallam an at-tadakhur. Këtë ka ditë këtë informat. Në kohën e pejgamberit kështu pe mëna. Mirë po Islami u zgjeru. Edhe ki me pa dikush që ka mbajtur ushqim rezervë e ka qortu. Jo, sot për sot, nesër për nesër. Mira ma ke ka ditë kështu hadithin prej jashtë. A çfarë thona mundet me ndru kjo, mos me vlet kjo. A dhe mundet me ndrua. Se ka shku në Sham, në kohën e kalifit Othman, ka shku në Sham. Kur është në Sham, valiu konë Muavija. Muavija ka zhvillu luftra, ka pas ushtri, ka pas administrat, a dhe njifët Muavija si udhëheqës shumë strategjik, më thënë, me strategjik, edhe me strategji, më thënë, ka pas shumë aparat shtetëror. E ti s'mundesh me pas ushtri, e s'ki logjistik, s'ki rezervë, nuk mundet. Këtu, shemull, ndoshta ka thonë pejgamberi në atë kontekst se nëse dikush është kohë e thatësirës. Po, du ta sqaroj. Po, e sqaroj, domethënë atë. Edhe ai shkon atë atmosferë të Shamit, në Damask, atje nuk është vapa e Medinës. Atje është, ka dimër edhe bjebor në Damask dhe një. Domethënë, atje kanë ushqime rezervë, se klima dimrit mirë është për mi rujtë. Ama në Medinë së neru. Pejgamberi s'ka mujt me tregu atëherë se ka mikrobe, si monire me tregu në atë ko. E çka i ka ndalu mos me se një ushqim, nëse ekspozohet në vap, invazion bojnë bakteret. E pejgamberi çish me rujt njerëzit nga kjo? Do një helmim apo? E ka ndalu veç të ka ndalu. Keni kujdes, domethënë. Ushqimi që taze se problemi është në atmosferë. Me siguri ashabët e kanë kuptuar, shumica e kanë kuptuar se çka ka qenë cilin e jasë. Këtu ka që, tash mungesa e kësaj, kur ka shku atje të njëjtin hadith, për këtë thash se dietarët, atë shkencën që e mësojmë na el-ilal,
të hadithit, shkaqet, pse ka thonë këtë pejgamberi, në çfarë rrethana e ka thonë, a vlen çdo herë, a di? Kjo është shumë rëndësi për studios. Po, studios pse ka thonë pejgamberi. Edhe kur ti din njëri këto, e din këtë shkencën e hadithit kështu, e din hadithin mirë, atëherë e di se ku çish përdoret. Edhe kush ka Muavija thotë, na boni rezil, i thotë Uthmani çon letër. Ebu Dherr el-Ghifari thotë, na boni rezil këto. Do thonë na qarton shumë. Çka po na thotë zban me majt ushtim rezil. Edhe Uthmani e thirr, se të vjen letra, mbledhi rrobat e tua, çka ke bagazh, edhe hajde në Medinë. Ai të njëjtën hadith hapet. E ka çumë në fshat. Po du me thonë se dikush i kupton çto gjanat, nështë edhe koncentrohesh, duhet me pas kujdes. Mos ta prishmi atë baraspeshën, atë ekuilibrin që kemi. Tu është edhe bereqeti dietarëve që na i shpjegojnë dhe na i qartësojnë hadithet po, alhamdulillah, dyshimet edhe vezveset e shejtanit po. Ky umet, më thonë, e ka këtë. Alhamdulillah. Se pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur si pejgamber, dallimi pe pejgamberëve të tjerë është se ka ardhur me një thesar të madh të detyrisë, asnjë pejgamber më përpara s'ka. E kur ti shohim na, dietarët janë rezultati këtij thesarit. Elhamdulillah, edhe ki umet çdo herë ka pas dietar, elhamdulillah, edhe kështu deri në ditë kiametit. Dietar. Hoç ne dal nga dal arritëm tek ajo koha që është e përcaktuar për podcastin. Allah shpërblet për këto këshilla, kaq të bukura. Edhe juve, Allah shpërblet. Shpresojmë që inshallah këto fjalë që i kemi dëgjuar ta gjejnë vendin në zemrat tona dhe pastaj në veprat tona. Amin. Të bëhemi ambicios sikur se kanë qenë pejgamberi edhe shokët e tij dhe inshallah Allah ne lutim që të na bashkon me pejgamberin ton në Firdaus. Inshallah. Xhenetin më të lartë. Ajo është xheneti. Inshallah Allah na të gjithë e lutim Allah që ta e bën të mundshme të hymnë atë. Amin. Ne Allah shpërblet. Të nderosh shikues. Ky ishte mezhlisi, në mezhlisi kësaj jave. Ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.